Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjan Veliaj pritet të dalë sërish përpara togave të zeza të gjykatës kushtetuese. Burime nga avokatët e Veliajt bën të ditur se në gjykatën kushtetuese është dorëzuar kërkesa për shqyrtimin e vendosjes së masës arrest me burg ndaj kryebashkiakut të kryeqytetit. Palambrojtëse pretendon se ajo është disproporcionale dhe për këtë arsye i është drejtuar gjykatës kushtetuese për ta shqyrtuar atë. Kërkesa në kushtetuese vjen pasi trupa gjyqësore e kësaj gjykate e gjeti të padrejtë shkarkimin e Erjan Veliajt nga Këshilli i Ministrave, duke e lënë ato në detyrë. Veliaj akuzohet për disa vepra penale: pastrim parash, mos deklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet për mos deklarim pasurie, fshehje të ardhurave si dhe pastrim parash. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjan Veliaj u arrestua më 10 shkurt të këtij viti, pasi gjykata e posaçme firmosi masën e arrestit me burg, të kërkuar më herët nga struktura e posaçme antikorrupsion. Gjykata e posaçme vendosi gjithashtu masën e arrestit shtëpiak për bashkëshortën e Veliajt Ajola Xoxa dhe masën e detyrimit paraqitjes për 5 biznesmen.